И кои места, нели, може да ги понуди градот, дали нешто повеќе се размислува за Арабати, Бабатече и другите слични објекти? Значи, освен објектите кои се од јавен интерес, ние сме во блиска комуникација со верските институции за да ги промовираме и верските и сакралните објекти. Денеска беа поканети тука од двете институции, од Исламската верска заедница и од Православната црква. Ние сме заинтересирани целото богатство културно на Тетово да го промовираме пред туристите. Јас кажав и предходно, во делот на Течето, Арабати, Баба и Калето во Тетово има некои проблеми, некои нели во делот на имотно-правните односи таму. И не сме ние како општина, немаме надлежност директно да интервенираме, но ние сме спремни да учествуваме во делот на промовирање на тие институции, затоа што и за реставрација на монументите од културата се други институции одговорни, но ние како општина сме спремни да помогнеме во се што се однесува на зачувување и промоција на културното наследство. Janë të mësuar të komunës, që do të informojnë edhe turistët, por edhe do të kujdesen. Da, mund dalim te pyetje politike kemi. A do kemi një bashkim të vlenit në një parti dhe kush pritet të ketë kryetar? Ne e kemi diskutuar edhe këtë çështje që koalicioni vlen të shkojë drejt homogenizimit dhe bashkimit në një subjekt të vetëm politik. Nuk ka qenë çështja deri tash se kush do të jetë kryetar, më spaku brenda vlenit ka pasur debat se kush do t'i pri këtij subjekti politik dhe se si do të bëhet ndarja e përgjegjësive. Për ne është me rëndësi që vlen të vazhdoj misionit të cilin e ka nisur në zgjedhjet parlamentare, të bëjë ndryshimin dhe të sjellë një frymë të re, të sjellë një qasje të re në politikën e maqerisë së Veriut dhe sigurisht në menaxhimin me institucionet publike. Shumë shpejt do të prezantojmë para opinionit një plan për ngritje të shtabeve lokale që sigurisht për shkak se jemi veshma në periudhë parazgjedhore, ata do të jenë edhe organizmat e përbashkët të koalicionit që pas zgjedhjeve ata edhe mund të transferohen në dek lokale të koalicionit dhe në fakt të partisë vlen. Tashmë Mickovski nuk është pjesë. Realisht Karavali nuk është pjesë e vlenit. A do kërkoni nga Mickovski që ta largojnë nga qeveria? Shqyqo, ne kur jemi futur në qeveri si koalicion vlen, kemi pasur një marrëveshje me kryeministrin atëherë mandatarin e qeverisë, sigurisht që në rrethanat e reja të krijuara Sigurisht që në rrethanat e reja të krijuara ne do të kërkojmë nga kryeministri të rishqirtojmë marrëveshjen si koalicion. Tash pjesa tjetër mbetet të diskutohet se si do të vazhdoj më tutje, më thon, formati i qeverisë. Por ne sigurisht që si vlen do të kërkojmë që të ulemi të bisedojmë edhe një herë për pozicionet tona në qeveri. Them edhe një herë, janë çështje që janë hapur nga dita e djeshme kur përfundimisht u konstatua situata të cilën e prezantuam dhe janë them edhe një herë veprimet të cilat ne do duhet t'i marrim nga ky moment e andej në konsultim edhe me deputetët. Sigurisht që për ne është me rëndësi që koalicioni vlen të vazhdoj në frymën e vet, çdo deputet është i mirëseardhur të jetë pjesë atij grupi parlamentar të koalicionit vlen dhe sigurisht çdo deputet që do të jetë i gatshëm që të jetë pjesë e këtij procesi të homogenizimit dhe ngritjes së një strukture politike të koalicionit vlen do të jetë i mirëseardhur të jetë pjesë e koalicionit. Po ende nuk është biseduar, ende flasim për një grup të përbashkët parlamentar si koalicion vlen, ende nuk kemi nisur diskutimin rreth asaj se si do të ndodh më tutje hapet e homogenizimit dhe ngritjes së strukturave të përbashkëta të një subjekti politik që pastaj të shohim se cili do të jetë motivi dhe gatishmëria e deputetëve për të qenë pjesë atij grupi parlamentar. Shqyqoni, fatkeqësisht ne në periudhën e kaluar kemi humbur shumë energji si koalicion vlen për
të rehabilituar, do kisha thënë, një subjekt politik. Unë e kam thënë edhe herat tjera, nuk ka qenë pjesë e debatit brenda Vlenit ndarje pozicioneve se kush ku do t'jetë. Flasim për pozicione dhe ndarje të do kisha thënë kandidaturave, përcaktim të kandidaturave të cilat do t'jenë të Vlenit. Më thonë, nga situata e re që u krijohet tashmë, më pak me rëndësi se një kandidat do t'jeti një subjekti politik, për shkak se vetëm ka gatishmëri që të kemi një subjekt të vetëm politik Vlen, dhe në këto rrethana gjithë kandidatët do t'jenë të Vlenit. Gjithashtu është diskutuar edhe mundësia që edhe faktorëve të tjerë jashtë politikës, këtë rast intelektual, aktivist të sektorit civil, që t'ju ofrohet që t'jenë pjesë e menaxhimit me komunat, sepse një ndër sukseset me të cilat krenohemi ne si koalicion pjesë e kësaj qeverie ka të bëjë me financimin dhe mundësitë për të investuar dhe të realizuar projekte infrastrukturore, kapitale komunave. Dhe kjo gjithashtu është edhe një përgjegjësi shtesë që kryetarët e ardhshëm të komunave të jenë menaxher të mirë, që të mund në maksimum të thithin ato fonde të qeverisë për të realizuar projekte në interes të qytetarëve, që për momentin fatkeqësisht ka shumë kryetarë të komunave që nuk arrin të realizojnë këto mjete të garantuara nga kjo qeveri për çdo komunë, dhe për këtë ne do dalim edhe në opinion me informat konkrete se cila komunë dhe sa ka shfrytzuar nga këto mjete të qeverisë. Prandaj edhe një herë, për ne është me rëndësi që të kemi kandidat jo vetëm që do të fitojnë, po që do të kemi kandidat, po që do të fitojnë, por të cilët do të realizojnë në përpikmëri programin dhe përgjegjësitë të cilat do t'i marrin para qytetarëve. Që paraqitjen e fundit të Karavarit pas situatës së re, ai e la përshtypjen se liderët të Vlenit janë marrë vesh të kado që ai mund të marrë këtë vendim. Në fakt formë e la në pojë sigurt në thuar tjerë. Unë mendoj se të qytetarët nuk pinuj luajtje rolit të viktimës, sepse ka ndodhur një herë tjetër një situatë e ngjashme kur gjithashtu deklarohej se do shkojnë vetë dhe pastaj doli që shkuan te BD, vetë një funksionar i lartë zoti Taravari ka deklaruar në ato momente që do të bëjmë një strategji të tillë që në fund të përfundojmë në BD. Përsëri vlerësoj se është po e njëjta situatë dhe shumë shpejt kjo do dalë në opinion. Pra roli i viktimës se ne pas kemi përjashtuar nuk mban, sepse fundi do të jetë përsëri një bashkëpunim i hapur me BD-n, dhe koalicioni Vlen që nga themelimi i tij është themeluar si antipod i BD-s. Pra të bëj atë të cilën se ka bë BD dhe mos e bëj atë që ka bë BD, dhe këtu e kemi fjalën për korrupsionin. Në momentet kur BD po jepte llogari për korrupsionin 20 vjeçar të saj, dikush të bashkëpunoj dhe t'i ofroj dorën e shpëtimit, mendoj se nuk ishte korekte ndaj votuesve, ndaj qytetarëve dhe ndaj gjithë atyre 107.000 vota të cilat votuan, që përfundimisht edhe në politikën e Maqedonisë të ketë llogaridhënie për gjithë keqpërdorimet që mund t'i bëjnë pushtetarët. Unë na shoj festivalin zgjedhjet parakoshme. Jo, nuk besoj as që ka elemente për zgjedhjet të parakoshme, sepse shumica parlamentare është më stabile se kurdoherë që ka qenë. Biles kemi informata se ka edhe subjekte politike dhe individ nga për momentin që janë pjesë opozitës, që janë të gatshëm të bashkohen qeverisë. Pra, e dini edhe deklaratën e zotit Taravarit që nuk është i gatshëm për t'u larguar nga qeveria, dhe nuk besoj se do ketë krizë qeveritare, përkundrazi ka individ dhe subjekte politike nga opozita, cilët janë të gatshëm të jenë pjesë e shumicës parlamentare. Tash unë po them që ka gatishmëri. Në ditët në vijim do dalen edhe këto informata. Jo, përkundrazi unë besoj se do të rritet. Уважаема Македонски, само за дали може на криз